Debatet tona janë më shumë gati si kur ato bordellat, ku kemi një striptist faktorëve të ndryshëm që rënojnë çdo normë. Bëhet një zhurmë deri në fizike. Çfarë mesazhe japin ata analistë që dalin për natë me të njëjtat pallavra e shurdhojnë miletin. Kujdes, këto nuk janë fjalët e mia, por janë konstatime të Jusuf Buxhovit, historian dhe ish themeluesi i LDK-s, cilat i tha në KTV. Që në kryet herës më duhet me thonë që nuk pajtohem me cilësimet e Buxhovit, janë tashpra dhe të panevojshme për me përshkru situatën aktuale. Termat bordello e striptiz në këtë kontekst kanë konotacion tepër pejorativ. Megjithatë, në esencë pajtohem me ankesën e Buxhovit rreth debatet në emisionet politike. Mënyra se si debatohet sot në debatet politike për një me është problematike. Shpesh është debat sensacional, që nuk pyet për fakte, që sulmet personale janë më shumë rregull sa përjashtim, ku termet janë shumë herë denigruese. Veç kthehuni 26 vite më herët, edhe shihni sa ka degradu debati në Kosovë gjatë këtyre 2 dekadave gjysmë. Atë botë, Adem Demaçi e Femi Agani debatonin në mënyrë cilësore, shtronin argumentet dhe pa sulme ad hominem. Ishte debati civilizuar mes 2 figurave të respektuara politike në Kosovën e okupuar. 26 vite më vonë në Kosovën e lirë, me pak përjashtime, ky debat është gati i pamundur. Sot qetësia e Demaçit dhe Aganit është e dënueshme. Në një epokë të klikimeve nuk preferohet qetësia e tyre, sepse zhurma shitet. Sa më shumë cilësime negative, si idiot, teveçele, të gjajshme, aq më josh është bëhet i ftuarit që i thot këtu. Dhuna verbale një ditë ka më shndruar në dhunë fizike. Në fakt, debati në shumë media është veç pasqyrimi i gryrjes së debatit shoqëror e politik. Këtu kanë kontribuar edhe politikanët e krejt partive, dikush më shumë e dikush më pak. Mënyra se si sot ne debatojmë është simptom e fenomenit të zvetnimit kulturor, qytetar e demokratik.